Është regjistruar një rast i ri fatal nga ethet e Nilit Perëndimor, duke e quar në 4 numrin e viktimave nga kjo sëmundje në Maqedoninë e Veriut. Drejtori i klinikës për sëmundje infektive Fadil Sana bëri të ditur se pacienti kishte qenë i hospitalizuar për 27 ditë. Në orët e pasdites së djeshme u regjistrua edhe viktima e 4 nga ethet e Nilit Perëndimor. Bisedohet për pacient 76 vjeçar i cili kishte formë akute të ndezjes së trurit dhe cipave të trurit dhe ky pacient ishte i përdoftuar në mënyrë laboratorike forma neuroinvazive e etheve të Nilit Perëndimor. 5 pacient me një pasqyrë më të rëndë klinike janë në kujdes intenziv dhe po trajtohen sipas të gjitha protokolleve spitalore, tha Sana. Gjatë ditës së sotme janë shtruar në klinikë edhe 2 pacientë të rinj. Dje u vërtetua që pacientja 25 vjeçe që klinikisht udhëhiqej si e dyshuar, u vërtetua forma neuroinvazive e infeksionit virusal. Ndërkohë dje u hospitalizua dhe pacienti 24 vjeçar që udhëhiqej si rast i dyshuar dhe deri nesër do të shihet nëse atij vërtetohet diagnoza klinike. Në bazë të gjitha hulumtimeve, në bazë të gjitha studimeve të deri tashme dhe ajo që dihet botërisht për ethet e Nilit Perëndimor, 1% nga të infektuarit mund të manifestoj formë neuroinvazive të sëmundjes. Në klinikën për sëmundje infektive janë të hospitalizuar vetëm pacientët që kanë manifestime të formës neuroinvazive të sëmundjes. Sëmundja transmetohet tek njerëzit përmes piskimit të mushkonjave të infektuara. Më të rrezikuar nga forma e rëndë janë personat mbi 60 vjeç, ata me imunitet të dobësuar dhe personat me sëmundje kronike. Autoritetet rekomandojnë përdorimin e repelentëve, veshjeve që mbulojnë trupin dhe largimin e ujit të ndenjur, ku shumohen mushkonjat. Në rast të temperaturës së lartë dhe dhimbjes së fortë të kokës, bllokimit të qafës ose konfuzionit, rekomandohet kërkimi menjëhershëm i ndihmës mjekësore.